Nëse ti nuk po merr klient si freelancer, kjo mund të jetë sepse përmbajtja jote në rrjetet sociale duket si CV dhe jo si zgjidhje. Postimet e shumë freelancerave janë të tilla: menaxhoj Instagram, bëj logo, bëj video, editoj reelsa, jam social media manager, por klientët nuk po kërkojnë dikë që poston apo editon video. Klientët po kërkojnë më shumë shitje, më shumë rezervime, më shumë mesazhe, më shumë kohë të lirë për ta që të merren me çështje të tjera të rëndësishme të biznesit tyre, një faqe që duket profesionale, që do të thotë ti duhet të ndryshosh mënyrën se si po e komunikon shërbimin tënd. Në vend që të thuash bëj reelsa për biznese, trego se si një reel që ti i bëre klientit tënd i solli atij 20 shitje brenda javës. Në vend që të postosh vetëm dizajne, trego pse ndryshove brandin e një biznesi, çfarë problemesh kishte faqja më parë dhe çfarë rezultatesh solli ky ndryshim. Në vend që të thuash ofroj menaxhim Instagrami apo rrjetet sociale, trego procesin se si klienti nuk kishte as pak shitje nga prezenca e tij online, por pas 30 ditësh strategji që ti ofrove, e gjithë kjo gjë ndryshoi dhe ai filloi të kishte shitje edhe nga online. Klientët nuk binden nga titulli që ne vendosim aty tek bioja jon, por binden kur e kuptojnë që ti u zgjidh problemin. Pra, mos posto vetëm se çfarë bën, por trego çfarë transformimi sjell puna jote dhe këtë gjë komunikoje në mënyrën më të qartë të mundshme nëse do që të kesh klient nga prezenca jote në rrjetet sociale. Për të mësuar më shumë mbi botën e biznesit online, vizito linkun në bio.